Akshi dhe oligarkia digjitale, si u përqendruan fondet publike në një rreth të mbyllur biznesesh. Skandali i tenderëve në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshi nuk është një incident izoluar, por kulmi i një modeli të ndërtuar ndër vite, ku fondet publike në sektorin e teknologjisë janë përqendruar sistematikisht te një grup i vogël kompanish dhe biznesmenësh. Të dhënat e procedurave të prokurimit tregojnë një panoramë alarmante: konkurrencë e kufizuar, fitues të përsëritur dhe dyshime serioze për favorizim. Sipas dokumenteve dhe denoncimeve të vazhdueshme publike, përfituesit kryesor të kontratave të Akshit janë emra që përsëriten në mënyrë të rregullt, pavarësisht natyrës së projekteve, vlerave të kontratave apo ndryshimeve formale në procedura. Ky koncentrim i pazakontë i fondeve shtetërore ngre dyshime të arsyeshme se tregu nuk ka funksionuar si treg, por si klub i mbyllur. Lista e përfituesve më të mëdhenj e denoncuar prej vitesh nga media përfshin: Ermal Beqiri, Horizon Gentian Likaj, Komunicacion Progres Grigor Joti, Infosoftlarët Kasajra Teknursen Metuli Ad Albanian Teknologi Distribution, Sokol Sinani, Data Lëga Ortak i ish ministrit Ilir Beçajandis Papa Fastek, kompani për të cilën ka dyshime publike se lidhet me Ilir Beçengeron Meçe, Advanced Busines Solution Sigli Gjelishti, Image Komunications Developmentar Tan Dulaku, Albanian Satellite Komunicacion Sendri Mexi S Networking. Këta emra përbëjnë bërthamën e një oligarkie digjitale, e cila ka dominuar tenderet e Akshit, duke lënë jashtë 10 kompani të tjera dhe duke asfiksuar konkurrencën reale. Pyetja që lind nuk është më nëse ka problem, por si është lejuar të zgjasë kaq gjatë. Akshi, nga agjenci publike në nyje të dyshimeve. Akshi administron projekte strategjike për shtetin shqiptar, sisteme kombëtare, të dhëna sensitive, infrastrukturë digjitale kritike. Pikërisht për këtë arsye, çdo devijim nga transparenca dhe konkurrenca e ndershme nuk është thjesht shkelje administrative, por rrezik institucional. Përsëritja e fituesve, lidhjet e dyshuara politike dhe institucionale, si dhe mungesa e një gare reale, sugjerojnë një model ku procedurat formale kanë shërbyer si fasadë, ndërsa vendimet reale janë marrë diku tjetër. Nëse këto dyshime vërtetohen, kemi të bëjmë me kapjet e një institucioni kyç të shtetit. Dominim tregu apo skemë organizuar? Mbrojtja klasike në raste të tilla është pretendimi i dominimit në treg apo eksperiencës teknike. Por ky argument bie kur njëti rreth fiton pothuajse gjithçka në projekte të natyrave të ndryshme, me kritere që shpesh duken të qepura për subjekte specifike. Hetimet që janë në zhvillim duhet të sqarojnë nëse ky fenomen është rezultat i aftësive reale apo një skemë mirë organizuar që ka përjashtuar qëllimisht konkurrencën, duke cenuar rënd transparencën dhe interesin publik. Kërkesë e qartë për drejtësi. Ky nuk është thjesht një skandal tenderësh. Është një provë për drejtësinë shqiptare. SPAK dhe institucionet e hetimit kanë për detyrë të shkojnë deri në fund, pa dallim emrash, pa imunitete politike dhe pa kompromis. Publiku ka të drejtë të dijë kush i vendosi rregullat, kush përfitoi realisht, kush garantoi vazhdimsinë e këtij modeli. Nëse drejtësia ndalet në disa zyrtar teknik dhe nuk prek rrjetin real të interesave, atëherë ky sistem do të vazhdojë të prodhojë skandale, ndërsa parat publike do të mbeten pronë pakicës. Akshi nuk është pronë private. Fondet publike nuk janë plaç. Dhe teknologjia e shtetit nuk mund të menaxhohet nga një rreth i mbyllur biznesesh me lidhje politike. Kjo çështje kërkon drejtësi të plotë, hetim të thelluar dhe përgjegjësi penale, jo deklarata formale dhe harres të shpejtë. Sepse në të kundërt, ky skandal do të jetë vetëm një kapitull tjetër i pandëshkuar në historinë e korrupsionit institucional.